Çështja e parë, për cilën do të pyetemi, është a e ke falë namazin? Nëse namazi ka qenë mirë, të gjitha veprat do të jetë e lehtë për të pranuar te Zoti. Nëse namazi nuk ka qenë ekzistent në zemrën dhe në veprimet e tua, do të jetë e vështirë pranimi i veprave të tjera tek Allahu Azza wa Jall. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju të cilët e falni namazin, por edhe ju të cilët jeni në mëdyshje, a ta falni a mos ta falni. Dhe ju të cilët keni dëshirë ta falni, por brengat e dunjas dhe lakmia për këtë botë ju distancoj nga falja e namazit, nga kjo mrekulli shpirtërore që ndjen besimtari dhe besimtarja. Pyetja e parë që do të bëhet nesër, kur do dal unë dhe ti para Zotit fuqiplot, nuk do të jetë sa pasuri ke pasur, nuk do të jetë sa evlad ke pasur, nuk do të jetë çfarë pozite ke pasur, por do të jetë awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Çështja e parë, për cilën do të pyetemi, është a e ke falë namazin? Nëse namazi ka qenë mirë, të gjitha veprat do të jetë e lehtë për të pranuar te Zoti. Nëse namazi nuk ka qenë ekzistent në zemrën dhe në veprimet e tua, do të jetë e vështirë pranimi i veprave të tjera tek Allahu Azza wa Jall. Sepse namazi është pika fillestare e mirënjohjes ndaj krijuesit tënd. Një person shkon tek doktori i syve dhe e kontrollon një plak të shtyrë në moshë dhe për një orë i kërkon 80 euro si pagesë. Plaku fillon që të çajë dhe i thot doktori, nëse nuk ke mundësi, o migja ynë, neve do të lirojmë prej pagese. Pa nuk po çaj për pagesë, por po çaj sepse 80 vite jetova dhe shikova me bukuritë e syve të cilat më ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Allahu nuk më kërkoi ndonjë pagesë apo shpagim për këto begati që më dha, kurse ti për një orë më kërkove 80 euro. Andaj, namazi është mirënjohje ndaj Allahut Azza wa Jall, për gjitha këto të mira dhe bukuri dhe mirësi me cilat ka pajisur ty. A meriton që t'i kthehet shpina atij? A meriton, të nderuar vëllezër dhe motra, që t'ja kthejmë shpinën Allahut Azza wa Jall? Dha evlad, dha bukurinë e pamje, dha fuqi, dha shëndet, frymon me frymen e Allahut Azza wa Jall që ta ka dhënë, ec me fuqinë e Allahut Azza wa Jall që ta ka dhënë, dhe shkel në tokën e Allahut që e ka krijuar, dhe thith prej ajrit që Allahu Azza wa Jall ka krijuar për ty. Dhe pandemia na tregoi shumë mirë se çka është rëndësia e ajrit që e marrim dhe e thithim. A meriton Zoti që t'ja kthesh shpinën dhe mos ta takosh atë çdo ditë 5 herë në ditë? Ai Allahu meriton më shumë se kaq. Andaj logjikoje ti që nuk falesh. Mendoje fuqishëm. Mendoje në vetveten tënde. Mendoje në begatit që të rrethojnë. Se a meriton Allahu që t'i biesh ti në sejdë atij. Andaj pyetja e parë që do të bëhet është, a ke fal namazin? Për këtë arsye pra, namazi është prej pyetjeve më të rëndësishme. Sikurse që një profesor e vendos që njëra prej pyetjeve në provim do të jetë me pikët më të larta. Të gjitha pyetjet janë dhe përgjigjet janë me 10 pikë, kurse pyetja kryesore është 30 pikë. Në qoftë se ti nuk e ke mësuar pyetjen me 30 pikë, është rrezik që të biesh nga provimi. Kështu është me punën e namazit në ditën e gjykimit. Pikët më të mëdha do t'i ketë namazi. Peshorën më të madhe për ty dhe për mua do ta ketë namazi. Andaj, kujdes, mos e neglizho. Mësoje, praktikoje, dhe nëse s'ke filluar që të falesh, nisja, falu për hatër të Zotit fuqiplot, që ti jesh i shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër.